Në këtë video do të mësojmë për efektet. Të komi këtu të rreti edhe me shift e krijojmë në mënyrë proporcionale, do të thonë formë të rregullt të rretit. Nëse dëshirojmë të japim efekt, e kemi këtë opcioni këtu, FZ, efekt, të komi këtu. Drop shadow është efekti për me dhonë hije formës. Në këtë rast, shikoni. Këtu e kemi mundësinë me menaxhu theksimin e hijes. Këtu e kemi menaxhu distancën, shikoni si largohet. Dërsa këtu kjo në formë orës, kjo është një caktuar shkallën. Nga me shku dhe më thonë hija. Këtë rast është 90 shkallë, prej 90 poshtë. Nëse vendosme kështu, shikoni edhe hija e ndryshon formën. Me këto distancën, shikoni si largohet në këtë drejtim. Këtu e kemi me bo, dhe me thonë masirën edhe bëhet ma trupit, ose ma plur. Edhe kjo e thekson. Thonë, këtu është me tek, në kupton që këtë efekt e kemi apliku të kjo formë. E klikomi OK. Shikoni, tani dajerit ju ka shtu kjo pamja. Këtu. Effects edhe drop shadow. Nëse klikomi këtë syrin, heket efekti. Nëse shfaqet efekti. Përveç sana, e kemi mundësinë me kliku të gradient overlay. Klikomi këtë. Gradient është kombinimi i dy apo më shumë ngjyrave. Këtë rast, shikoni këtu janë dy ngjyra. Për t'i menaxhuar ngjyra, klikojmë këtu. Hapet këtë dritare. Këtu kemi disa preseta të gatshëm, por ne mund t'i krijojmë edhe sipas dëshirës. Për shembull, klikojmë 2 herë këtu. Hapet këtë dritare, e zgjedhemi nuancën, e zgjedhemi pak ngjyrën, pastaj nuancën. Gjithashtu, klikojmë edhe këtu. E zgjedhemi ngjyrën sipas dëshirës. Klikomi OK. Tani për momentin janë dy ngjyra. Dhe thamë që gradienti mund më kombinu 2 apo më shumë ngjyra. Dhe nëse dëshirojmë ta vendosim ngjyrën e tretë, klikojmë për shembull këtu. Shikoni. Klikoj 2 herë edhe e zgjidhi ngjyrën. Shikoni tani është kombinimi i 3 ngjyra. Këtë mund me vendosë ma majtas për shembull apo ma djaltas varsisht sipas dëshirës. Dërsa nëse dëshirojte me largu një ngjyrë, vetëm më shtypër dhe ngrejtë e poshtë, kjo hekë. Nëse ky kombinimi ngjyra më pëlqen, atëherë mundem me ruajt duke klikuar 1. Shikoni kjo ruhet këtu edhe mund me përdor por hera tjera. Klikoj OK. Shikoni tani, gradienti është këtë kande këtu, sepse këtu është e zgjedhur nga më bo gradienti. Nëse klikoj 90 shkallë, ngjyra bëhet prej 90 poshtë. Dërsa këtu, reverse, e kemi mundësinë me këtë ngjyrën e kontent për shembull. Shikoni. Gjithashtu mund të ndryshu edhe kontent. Nëse këtu e kemi mundësinë me menaxhu transparencën. Nëse shkoj e heki gradientin, ngjyra fillestare ke e zezë. Nëse aktivizoj gradientin, tani u aktivizoj gradientin. Dërsa këtu është mundësia që gradienti mu bu ma hije, ma transparent edhe shkon të u shfaq ngjyra fillestare si e ka pas forma në fillim për e ka kriju. Më thonë, gradienti është sikur me vendosë në ngjyrë përmi një ngjyrë tjetër. Më thonë, prashtë, kë kombinimi ngjyra është i vendosë bëj ngjyrën bazë që e ka pas që e ka kriju forma në fillim. Përveç sana, e kemi edhe opcionin e stroke. Stroke është kufizim apo border. Këtu të size e kemi mundësinë me menaxhu trashësinë. Shikoni. Dërsa këtu të position, pozicioni e kena mundësinë me vendosë që kufizimi apo stroke mu vendosë prej jashtit, shikoni që qytet jashtë formës, mrena formës, apo në center, mes, edhe pak jashtë pak mrena. Këtë rast për vendosi inside, shikoni. Dërsa këtu e ka mundësinë
me menaxhu ngjyrën. Në ngjyrën, për shembull ngjyrën e bardhë, çfarë do ngjyre. Po këtu për momentin fill type e kam color. Më më zgjedh me kliku gradient. Shikoni. Gradienti menaxhohet njësoj si te gradientet po gradienti këtu vlen vetëm për strokë. Për shembull, tash për momentin është 90 shkallë, nëse bëj 0 shkallë, shikoni kjo shkon prej majtas djathtas. Se vendosi 90 shkallë, shkon prej naltit poshtë. Nëse klikoj këtu, hapet gradienti. Mundi me menaxhu këtë, do të shkoj kështu. Sa këtu, klikoj 2 herë, hapet drejtoria me ngjyrën, edhe përboj këtë kombinat. Bëj pak. Thonë, me vreni, duke përdor efektet, fillon me ndryshu apo mos zbukuru edhe një formë. Në këtë rast, e muj me kliku OK. Me shift, po shkoj 5 koploj këtë formë. Bëj OK. Tani, mundë me marrë me tastin e djathtë, me zgjedhë 4 orën, po filloj me shift me krijoj një formë kështu përpërsisht. Në këtë rast, janë gjitur, janë kriju si një formë e vetme, për arsye se nuk kam shku me kriju një formë të re. Një layer të ri. Kështu që përkthehem mbrapa së FLZ, po shkoj me krijoj një layer të ri, pastaj me shift e klikoj këtë formë. Edhe kjo layer apo kjo formë nuk ka efekte. Tani, shikoni sa efektet i kena apliku te kjo forma. Kena apliku stroke, gradient edhe drop shadow. Nëse dëshiroj efektet e njëjta ti implementoj edhe te 4 ore, mund të me shku te rrethi, këtu te layerat, tastin e djathtë, me kliku copy layer style. Pastaj klikoj te kë, 4 ore këtë rast, tastin e djathtë edhe klikoj paste layer style. Shikone, efekti njëjtë është apliku edhe këtu. Nëse dëshiroj ta heqi njërin nga efektet, për shembull me kliku gradient overlay, heket gradientin, shepi synin. Nëse dëshiroj hijen, klikoj këtu heket hija. Nëse klikoj te stroki, heket stroki. Nëse klikoj te effect, kjo ja hek këtë efektet. Këtë rast për shfaqje. E kemi një opcion tjetër interesant, po klikoj te njëna nga efektet. Tash në momentin, nëse mu po më pëlqen ky style edhe dëshiroj të aplikoj edhe në raste tjera, projekte tjera, mund me kliku new style. Vendosni style 1, OK. Tani e klikoj për shito. Klikoj këtë, klikoj këtë. Përshkoj, e krijoj një 4 orë, për atë ka të shkoj. Tash, style-in që e krijova, ruhet te styles. Nëse tek ju nuk shfaqet, shkoni te Windows edhe kemi styles. Stylesi i fundit apo stili i fundit është krijuar. Nëse klikoj, automatikisht aplikohet efektet që i kam krijuar më herët.